Ju përshëndes të gjithëve. Një fotografi e kryeministrit në detyrë Albin Kurti me kërcënime për eliminim fizik është shpërndar nga organizata Brigadat e Veriut e shpallur terroriste nga Kosova. Kurti ka cilësuar këto kërcënime si dëshmi të natyres terroriste të grupit dhe rrezikut që ai paraqet për sigurinë e vendit. Policia e Kosovës ka njoftuar se kanosja ndaj Kurtit e publikuar në rrjetet sociale nga profili Severna Brigada është bërë nga territori i Serbisë, konkretisht nga Kraleva. Sipas policisë janë identifikuar IP adresa dhe të dhënat e përdorura gjatë regjistrimit të llogarisë. Një fotografi e kryeministrit Kurti me mesazhe kërcënuese për eliminim fizik është shpërndar nga organizata terroriste serbe Severna Brigada në rrjete sociale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se këto kërcënime janë dëshmi e karakterit terrorist të këtij grupi. Ne I kemi shpallur ata organizatë terroriste me 29 qershor të vitit 2023 dhe këto kërcënime që I bëjnë ata janë veç se dëshmia më e re që janë ashtu siç I kemi shpallur dhe se nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Të gjithë pjesëtarët e të ashtu quajtur brigadë veriore janë kriminal, janë terrorist, të cilët kanë bërë zullum në Kosovën kaluarën, por koha e tyre në Republikën tonë ka kaluar. Fatkeqësisht ata janë të lirë dhe vazhdojnë që të kenë ndikim në Beograd. Drejtori I Institutit Oktopus Arben Fetoshi ka thënë se ky është paralajmërim për ndërhyrjet e Serbisë para zgjedhjeve, me qëllim të ruajtjes së kontrollit mbi komunitetin serb, në mënyrë që të vazhdojë përdorimin e tij si armë kundër Republikës së Kosovës. Sa të lind agimi mbi Kosovë Albin Kurti do të jetë I vdekur, nuk është vetëm një kërcënim që I nxjerr punë policisë, por edhe komunikim strategjik që bën thirrje për mobilizim radikal, që synon të nxjisë frikë pa siguri dhe që paralajmëron ndërhyrje destabilizuese në prag të zgjedhjeve të parakohshme. Nuk është thjesht urrëtie ndaj një lideri politik, të kornizuar nga propaganda serbe si represiv e diskriminues, por edhe mesazh qëndrese e vendoshmërie për agimin mbi Kosovë. Njohësi I sigurisë Arben Dashevci vlerëson se institucionet do ta peshojnë kërcënimin që vjen nga kjo organizatë terroriste serbe, derisa thekson se kërcënime të tilla janë vazhdimsi e luftës hibride të Serbisë. Kjo është vetëm vazhdim asaj luftës hibride të Serbisë dhe njerëzve kriminalët që fshihen në Serbi. Intensifikimi I kësaj lufte ka marrë hap shumë më të madh, duke përmendur gjithmonë se I presin ndryshime strategjike, e presin këtë ndrim, e presin këtë gjeopolitik apo atë gjeostrategji që të ndryshojë diçka në favorin e tyre, por ajo që është me rëndësi të ceket se të gjitha institucionet e sigurisë të Republikën e Kosovës e trajtojnë me seriozitetin dhe prioritetin më të lartë çdo kërcënim. Organizata të shpallura terroriste nga shteti I Kosovës kanë kërcënuar në mënyra të tilla edhe në të kaluarën. Komanda e doktrinës dhe stërvitjes e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses kursin bazë për snajper dhe kursin e liderit luftarak. Sipas njoftimit, kursi për snajper është realizuar nga Qendra e Stërvitjes Profesionale me qëllim ngritjen e kapaciteteve taktike për qitje precize nga distanca të largëta, ndërkaq kursi I liderit luftarak I zhvilluar nga shkolla e 9 oficerëve ka përfshirë trajnim në udhëheqje ushtarake, planifikim operativ dhe vendimarrje në terren. Përmes ligjeratave profesionale dhe ushtrimeve praktike, kursantët demonstruan disiplinë, përkushtim dhe nivel të lartë profesionalizmi, thuhet kështu në njoftim. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë ndaj ish zyrtarit policor Bojan Jevtić për veprat penale spionazh dhe mbajtje e paautorizuar e armëve. Sipas akt akuzës, ai dyshohet se për një periudhë kohore deri më 17 korrik 2025 ka mbledhur dhe u ka dërguar zyrtarëve të inteligjencës serbe dokumente të falsifikuara dhe të klasifikuara që lidhen me sigurinë kombëtare të Kosovës. Jevtić ishte arrestuar në korrik të vitit 2025 në një aksion të përbashkët të prokurorisë speciale, AKI-s dhe inspektoratit policor në ndyshimin se kishte mundësuar qasje të pa autorizuar në sistemet e policisë së Kosovës.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pritur në takim drejtorin ekzekutiv të Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë dhe Etemi, i cili dorëzoi raportin 6 mujor të punës për periudhën nëntor 2025-maj 2026. Gjatë takimit u diskutua progresin në dokumentimin dhe hulumtimin e krimeve të luftës, si dhe rëndësia e forcimit të kapaciteteve shtetërore për drejtësi tranzicionale dhe ruajtjen e së vërtetës historike. Ndron tani temë. Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vdekjes së dyshim të një personi në Suharek, i cili është dërguar pa shenja jete në qendrën e mjekësisë familjare. RTK merr vesh se 52 vjeçari u gjet pa shenja jete. Ai është Ramiz Kabashi. Lidhur me këtë rast është deklaruar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, i cili ka thënë se në konsultim me prokurorin e shtetit, policia ka nisur hetimet duke siguruar prova dhe dëshmi nga vendi i ngjarjes në Suharek, si dhe duke intervistuar dëshmitar. Policia ka dalë menjëherë në vend ngjarje dhe nga personeli mjekësor është konfirmuar se viktima ishte pa shenja jete, ndërsa janë mbërritur edhe rrethana që ngrisin dyshime për vdekje të dyshimt, ka thënë kështu Bytyqi në një përgjigje për RTK. Një person ka rënë nga lartësia derisa ishte duke punuar në një objekt në Fushë Kosovë. Për shkak të lëndimeve, ai është dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Rastin e ka konfirmuar Flora Ahmeti, zëdhënëse e policisë për rajonin e Prishtinës. Sot rreth orës 17 kemi pranuar informatën se një person ka rënë nga një lartësi e një objekti në Fushë Kosovë derisa ishte duke punuar. Personi i lënduar është dërguar në QKUK për trajtim mjekësor, ka thënë Ahmeti, dhe ka theksuar se në koordinim me prokurorinë dhe inspektoratin e punës, policia ka nisur hetimet lidhur me këtë rast. Ndonë se 9 maj në shumicën e vendeve të BE-s është ditë e zakonshme pune në Kosovë, kjo datë shënohet si fe zyrtare në funksion të orientimit pro-europian. Megjithatë, pavarësisht aplikimit për antarësim në vitin 2022 dhe deklarimeve për integrim, Kosova ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat. 9 maj në gjithë kontinentin shënon ditën e Evropës, datë që lidhet me fillimin e projektit evropian dhe ndërtimin e paqes pas luftës së dytë botërore. Derisa në shtetet evropiane kjo është një ditë e zakonshme pune, Kosova ndonë se ende nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian. Çdo vit 9 majin e ka festë zyrtare si ditë pushimi. Madje Kosova ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat, ndonë se me 14 dhjetor të 2022-s, krerët e atëhershëm nënshkruan aplikimin. E më 15 dhjetor, ky dokument i rëndësishëm i është dorëzuar presidencës çeke të Këshillit të Evropës. Por edhe me shumë se 3 vjet pas, Kosova nuk ka arritur të hyjë në agjendën e takimeve të ministrave të Këshillit të Evropës. E në rend të ditës nuk është as në takimin e radhës që do të mbahet më 15 maj. Megjithatë, i emëruari i qeverisë për negociata me BE, Njeton Zulfaj, thotë se Kosova ka shënuar progres, por ende ka përpara sfida. Procesi i antarësimit në BE është proces i gjithë shoqërisë. Nuk është vetëm qeveria ajo që ka obligime. Drejtësia e cila përveç se e lirë duhet të jetë edhe e pavarur, por përveç se e pavarur duhet të jetë edhe profesionale dhe me integritet. Dhe këto janë kriteret të cilat duhet i përmbushin vetë gjyqtarët dhe prokurorët, ndërkohë që parlamenti duhet të jetë funksional. Zulfaj thot se Kosova është në pritje të pyetësorit prej mijëra faqesh pas miratimit të rekomandimeve të Këshillit të BE-s, derisa ka marrë mësim nga Shqipëria dhe i ka përgatitur ato në mënyrë që të kursej kohë dhe të ecet përpara sa më shpejt. Integrimi nuk ndodh brenda natës, ai ndodh përmes reformave, përgjegjësisë dhe besimit në atë që mund të arrijmë së bashku. Ne duam që ky proces të ecë shpejt. Ndërkohë një ditë më parë, kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka kërkuar Bashkimit Evropian që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat dhe të hapen negociatat për antarësim.
Mbrëm në mesnatë është përmbyllur afati për partitë politike të regjistruara në Kosovë për ta njoftuar KQZ-n për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në zgjedhje dhe formimin e koalicioneve. Deri në përfundim të afatit, komisioni ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje nga 22 parti politike, mos pjesëmarrje nga 9 parti politike dhe 3 koalicione të përbëra nga 9 parti politike. Koalicionin të premten e ka zyrtarizuar lëvizja vetëvendosje me partinë Guxo, Alternativa dhe partinë shqiptare Demokristiane. Ndërkohë në vazhdën e bashkëpunimeve për zgjedhjet e 7 qershorit, kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj ka nisë një letër kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, duke i shprehur gatishmërinë për bashkëpunim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se po vazhdon periudha e aplikimit për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës, e cila ka filluar më 6 maj dhe do të zgjasë deri më datën 17 të këtij muaji. Sipas të dhënave të fundit, deri sot nëpërmjet platformës elektronike janë pranuar mbi 21.000 kërkesa për regjistrim. Prej tyre mbi 9.000 janë aprovuar, 1.000 janë refuzuar, ndërkaq mbi 11.000 mbeten në pritje për shqyrtim. KQZ njofton se ka miratuar paraprakisht listën e qendrave të votimit në përfaqësi diplomatike, ku procesi i votimit pritet të zhvillohet më 6 qershor në 48 përfaqësi diplomatike me gjithsej 70 vendvotime, përfshirë 33 ambasada dhe 15 konsulata. Numri maksimal i votuesve që mund të regjistrohen për votim fizik është mbi 66.000. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka bërë të ditur se është shqiptuar gjob prej 35.000 eurosh ndaj Ketsit. Sipas Agjencisë Meteorologjisë, pas verifikimit të 16 njësorëve elektrik të konsumatorëve, janë konstatuar parregullsi, përfshirë njësor me afat skaduar, devijime në orë dhe datë, si dhe raste me heqje të miratimit të tipit. Minti ka theksuar se kontrollet dhe verifikimet do të vazhdojnë me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe funksionimin e saktë të matjes së energjisë elektrike. Me rastin e 26 vjetorit të vrasjes së Ekrem Regjës, komandant Drini janë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic të Prizrenit. Ai u vra 26 vjet më përpara në një prit para shtëpisë së tij në Prizren, ndërsa familjarët vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për zbardhjen e rastit. Edhe pse kanë kaluar 26 vjet, vrasja e Ekrem Regjës, komandant Drinit ngeli pa u zbardhur, ndërkohë që fëmijët dhe familjarët vazhdojnë çdo vit të kërkojnë që drejtësia të vihet në vend për komandant Drinin. Ne si familje kërkojmë drejtësi. Kërkojmë që kjo pjesë e jetës që ka mbet, thjesht një pjesë e zemrës qetësohet. Kërkojmë që çdo vit është duke u përsëritur e njëjta, duke kërkuar drejtësi, njëjtin vend, njëjtën mënyrë. Po ditën e sotit na nuk kena asë informacion. 2 procese gjyqësore ishin që kanë fillu 2001-ën, janë përfundu 2006-ën, po ne si familjar ditën e sotit jesim në një terë informativ që i përket drejtësisë për vrasjen e vllaut apo komandant Drinit. Figura e komandant Drinit u kujtua dhe nga institucionet lokale dhe nga organizatat e dalura nga lufta. Na jemi mbledhur sot këtu për me përkujtu veprën e lavdishme të tij, edhe trashëgimin që e kalon, po edhe obligimin që na kalon që me punu edhe me kujdes për qytetin tonë, për Prizrenin. Sot është 27 vjetori i vrasjes makover kriminale të komandant Drinit, i cili padrejtësisht ende, domethënë, e vuajmë atë vrasje të cilën nuk mund të pajtohemi derisa nuk ka drejtësi. Komandant Drini u vra më 8 maj të vitit 2000. Edicionin e vazhdojmë me të tjera lajme. Kosova është përzgjedhur zyrtarisht organizatore e konferencës pranverore europiane të autoriteteve për mbrojtjen e të dhënave për vitin 2027. Vendimi u mor në Antalya të Turqisë gjatë edicionit të 34 të konferencës. Ky vendim vlerësohet si njohje për angazhimin e Kosovës në mbrojtjen e dhënave personale dhe avancimin e standardeve europiane të privatësisë.